Një përshëndetje për të gjithë ata që po ndjekin këtë shpjegues. Sot, ne do të ulumtojmë një nga tekstet më praktike, më të drejtë për drejta dhe definitivisht më sfiduese që ekziston, Librin e Jakobit. Dhe e dini çfarë, ai dallohet thellësisht nga shumë shkrime të tjera pikërisht sepse nuk është thjesht, një traktat abstrakt apo një përmbledhje teorish të ftohta teologjike. Përkundrazi, është një udhëzues suprem, jashtëzakonisht pragmatik për ta përkthyer besimin e lashtë në veprime thelbësore dhe të përditshme. Për çdo që kërkon efikasitet dhe strukturë, ky tekst është fjalë për fjalë një minier ari, sepse detyron të pyesim se si duhet të shfaqet në të vërtetë besimi në botën tonë reale. Okej, le të thellohemi në këtë filozofi thelbësore. Besimi pa vepra është i vdekur. Kjo deklarat, vendos një ton tepër të fuqishëm dhe të prerë, nuk lë absolutisht asnjë vend për keqkuptime. Filozofia këtu argumenton ashpër se besimi fetar nuk mund të jetë asnjëherë thjesht një mendim privat, i brendshëm apo një pajtim i lehtë intelektual. Jo, duhet të jetë një forcë thellësisht e gjallë dhe, mbi të gjitha, një forcë plotësisht e dukshme në veprimet njerëzore. Për të naviguar qartë, struktura e këtij udhëtimi nga teologjia e lashtë tek zbatimi i përditshëm do të jetë siç vijon. Së pari, besimi i përcaktuar nga veprimi. Së dyti, fjalët, urtësia dhe sprovat. Së treti, përullësia dhe varësia hyjnore. Më pas, do të kalojmë tek mësimet thelbësore praktike dhe së fundmi tek hapat e veprimit të përditshëm. Le të fillojmë me pjesën e parë. Besimi i përcaktuar nga veprimi. Është absolutisht thelbësore të kuptohet konteksti historik këtu. Ky libër u shkrua për një komunitet të lashtë besimtarësh që po përballeshin me pabarazi të ashpra. Pikërisht aty ku besimi rrezikonte të mbetej kokëforte i bllokuar, thjesht si një teori pa ndikim praktik. Dhe kjo na sjell tek një pyetje me të vërtetë thelbësore. Çfarë është saktësisht një besim i gjallë? Siç theksohet nga burimet tona, teksti në fakt nuk argumenton kundër idesë së hirit apo besimit të brendshëm. Përkundrazi, ai e përkufizon një besim autentik si diçka që duhet, pa pikë diskutimit, të prodhojë fryte të dukshme. Flasim për një jetë krejtësisht të transformuar. Kjo demonstrohet përmes ofrimit të ndihmës konkrete ndaj tjerëve dhe veprimeve të prekshme të dashurisë. Deklaratat e bukura dhe boshe nuk kanë asnjë vlerë nëse nuk mbështeten nga një veprim pozitiv social apo shpirtëror. Është një thyrje fuqishme për zgjim apo jo? Pjesa e dytë: fjalët, urtësia dhe sprovat. Le të kalojmë tek kjo dhe të shohim se si zhvillohet biseda, duke u zhvendosur drejt fushave shumë specifike të jetës së përditshme, aty ku ky besim i gjallë testohet rregullisht dhe me ashpërsinë më të madhe. Për të demonstruar sfidën e komunikimit, përdoren dy metafora vërtet jashtëzakonshme dhe të gjalla. Shikoni pak si krahasohet fuqia e gjuhës njerëzore. Është një mjet fizik kaq i vogël, e megjithatë, forca e saj theksohet si krejtësisht e pamatë. Krahasohet me një shkëndij të vogël zjarri që ka potencialin e frikshëm për të bërë shkrumbe hi një pyll të tërë. Ose, mendojeni si një timon i vogël druri që arrin të drejtojë dhe të mbajë nën kontroll një anije masive mes dallgëve të detit. Fjalët që ne themi përdit posedojnë këtë fuqi të dyfisht. Ato mund të ndërtojnë jetë përmes dashurisë, por po aq lehtë mund të shkatërrojnë gjithçka me të njëjtën forcë. Tani, ajo që është vërtet interesante rreth kësaj pamje, është ndarja e thellë midis dy qasjeve diametralisht të kundërta ndaj jetës, urtësisë toksore përballë urtësisë hyjnore. Shpesh, ekziston një tendencë për t'u drejtuar nga një urtësi që bazohet tërësisht në ego dhe nevoja personale. Kjo lloj urtësie toksore përshkruhet si thelbësisht kaotike dhe e çrregullt. Por, në kontrast të thellë, urtësia hyjnore vlerësohet përmes një lente krejt tjetër. Ajo është e pastër, nxit paqen në mënyrë natyrale, formohet thellësisht nga përullësia dhe ushqehet nga një dashuri e sinqertë për të vërtetën. Është fjalë për fjalë një ndryshim si dita me natën. Krahas komunikimit dhe urtësisë, një tjetër zonë testimi masive janë vështirësitë. Qasja e tekstit ndaj sprovave është, do të thosha, tërësisht revolucionare. Vuajtjet nuk interpretohen si një ndëshkim i pakuptimt. Përkundrazi, ato shihen si një proces jetik, si një lloj palestre shpirtërore që forcon drejt për drejt besimin. Durimi i prodhuar gjatë këtyre periudhave ndihmon në formimin e një karakteri të palkundur, duke na aftësuar të u rezistojmë furtunave të jetës, për të fituar në fund atë që theksohet si kurora e jetës. Duke pasur parasysh gjithë këto sfida, kalojmë te pjesa e tretë, përullësia dhe varësia hyjnore. Kjo është pikërisht mendësia e përgjithshme dhe e domosdoshme për të ruajtur këtë lloj stili jetese të qëndrueshëm. Këtu kemi një paralajmërim jashtëzakonisht të fortë kundër iluzionit të vetmjaftueshmërisë dhe krenarisë. E dini, është një kujtesë e nevojshme se jeta e njeriut është rreptësisht kalimtare, fjalë për fjalë, si një avull që shfaqet e pastaj zhduket sa hapen mbyll syt. Të gjitha planet tona, pavarësisht sa perfekte i mendojmë, kanë kufizime marramëndse përpara se panjohurës.
Kjo nxit një strukturë ku njeriu mësoj të mbështetet thellësisht tek një vullnet më i larg, duke kultivuar një përullësi të vërtet, e cila na mban të sigurt nga gabimet vërtet të rënda të krenarisë. Pjesa e katërt, mësime thelbësore praktike. Pra, pika thelbësore është që të bëjmë atë kalimin vendimtar nga mençuria e lashtë teologjike drejt mësimeve moderne, thellësisht të kapshme për një jetë shumë të përqendruar. Këtu përmblidhet thelbi absolut, i ndërtuar mbi 4 shtylla fantastike. E para, nuk mjafton kur thjesht të deklarohet besimi me fjalë, ai duhet të demonstrohet pa ekuivoke në sjelljen dhe veprimet reale. E dyta, fjalët mbartin një peshë të jashtëzakonshme, një fuqi krijuese ose shkatruese të pamas. E treta, asnjë sprov nuk është thjesht një pengesë kote, por një proces formësimi absolutisht jetik. Dhe e fundit, mençuria e pastër nuk vjen nga kultura botërore, por drejt për drejt nga thellësitë së vërtetës hyjnore. Në epokën e sotme, ku opinionet e zhurmëshme bombardohen kudo, ky autenticitet shpirtëror i bazuar në transformim aktiv është fjalë për fjalë më i nevojshëm se kurrë. Dhe tani, shkojmë natyrshëm drejt e te fokusi i fundit. Pjesa e 5. Hapat e veprimit të përditshëm. Është koha t'u japim rrugë atyre veprimeve konkrete, pa cilat i gjithë ky diskutim do të metej thjesht një njohuri e vdekur. Le të shikojmë me pasion dhe saktësisht se si duhet të zbatohen këto 3 hapa në bazë ditore. Hapi i parë është materializimi i thelbit. Në vend të debateve të pafundme rreth bindjeve, kërkohet integrimi i ndihmës praktike, i mbështetjes për komunitetin dhe i akteve të pastra të bamirësisë në rutinën e përditshme. Hapi i dytë fokusohet tek komunikimi. Duhet një filtr tepër i rrept përpara çdo fjalie. Çdo bisedë duhet udhëhequr nga kujdesi për të mos lënduar apo shkatruar marrëdhëniet. Dhe hapi i tretë, ai vendos një rregull të ardhë për vendimarrjen. Përballë presioneve komplekse sociale, drejtimi nuk duhet të merret nga ndikimet kaotike, por nga qetësia e një udhëzimi thellësisht hyjnor. Zbatimi konsistent i tyre ndërton gradualisht atë besim të gjallë e plotësisht aktiv. Dhe e përfundojmë këtë shpjegues pikërisht me një pyetje thellësisht provokuese që shkon të rahatin njerëzore. A mbetet besimi vërtet vetëm në fjalë apo kthehet në vepra? Sigurisht, kjo nuk kërkon një përgjigje të shpejtë apo sipërfaqësore. Është një ftesë e hapur dhe e përhershme për të shkëputur nga çdo formë teorie e zbrazët. Është një thirrje drejt për drejt për një ndryshim rrënjësor, për të mos qenë thjesht dëgjues, por veprues, duke jetuar çdo ditë me vizibilitet, aktivitet dhe autenticitet të palëkundur. Faleminderit për vëmendjen gjatë këtij udhtimi të mrekullueshëm.